Shtëpia e Shëndetit në Kërçov vazhdon të qëndrojë mirë sa i përket automjeteve të autoambulancës. Kjo dhe falë mbështetjes së vazhdueshme të bashkëdhetarëve nga diaspora. Këtë e bëri të ditur drejtori i këtij institucioni Dr. Genç Selmani, i cili theksoi se ndihma e Mërgatës ka qenë e vazhdueshme. Me autoambulanca jemi relativisht mirë. Kjo si rezultat që duhet thënë me patjetër, si rezultati bashkëdhetarëve tanë nga diaspora që e kanë suportuar këtë institucion, po thuaj se çdo herë dhe fatmirësisht në atë pjesë jemi mirë. Megjithatë, ai theksoi se për shkak të amortizimit të mjeteve ekzistuese është e domosdoshme sjellja e një autoambulance të re. Për këtë, Shtëpia e Shëndetit është në fazën e përgatitjes së prokurimit publik, që do të mundsojë blerjen e një autoambulance të re. Por është një problematik që hasim edhe sepse është material harxhues dhe është material që lëviz. Kemi goxha amortizime dhe jemi në përgatitje sipër të një prokurimi publik për si thuash për prurjen e një autoambulance që do t'i shërbejë qytetarit të Kërçovës.